Mirë mbrëma, në emisionin e dytë pa kompromis, i ftuar im është kryetari i Degës Durrësit të koalicionit Euroatlantik, Jon Mishketa, një emër që është futur në politikë në momente të vështira, me surpriza të vështira, por duke qenë edhe kandidat edhe me një kandidat të vështirë. Zoti Mishketa, faleminderit që jeni pjesë e emisionit të ri në Bulevard pa kompromis, në këtë garim që nuk është se ka ngelur shumë ditë, por ka dhe sa ditë për të bërë fushat për të qenë. Ratë parë, ju falenderoj juve, si gjithmonë kënaqësi jem pranë jush turi, dhe ju uroj suksese në emisionin tuaj. Është një zë që do i shërbej Durrësit dhe qytetarët. Faleminderit. Jo në pavarësisht se tash koalicionet kanë marrë formatin e tyre, listat kanë marrë miratimin e tyre gjithsesi. Gjithsesi me 12 maj, pavarësisht si dhe rezultati i mundshëm, njerëzit do të rikthehen disa pyetjeve që unë duhet ta nis këtë emision pikërisht me këtë. Jon Mishketa hyn në politikë në një moment të vështirë, në një moment të krizë të Partisë Demokratike, në një moment që kryetar me vull, më pas me një vendim gjykate pa vull, që do të shëllojmë gjatë emisionit. Pyetja ime është shumë e thjeshtë edhe për të informuar publikun, ju jeni një emër i njohur në Durrës, një nga fisët të nderuar në Durrës, por gjithsesi për të ditur diçka më shumë rreth jush për sa i përket angazhimit politik. Pra, në kulmin e një përplasje të një partie e cila presupozon që do vinë në pushtet në një koalicion, ju u bët pjesë e politikës. Dhe pse zodhet pikërisht të moment për të qenë në politikë? Pra, mund të kishit pas opsione të përpara. Po. Turit, falenderoj për pyetjen. Angazhimi politik është i kahershëm, pasi siç e përmendët dhe ju, rrjedh nga dy familje, si nga ana Timedi, që është familja Mishketa në Durrës, ka lënë gjurmë dhe është një peshë e madhe. Moram bjevën e babës. Po, dhe nga familja Metalla e Shiagut, nga IMM, dhe janë dy familje me një trashëgimi të djathtë në gen. Pra, dy familje pronarësh, tregtarësh, arsimtarësh dhe besimtarësh, të cilët në kohën e kaluar kanë qenë dy familje të persekutuara deri në gen. Pra, jam rritur me historinë e djathtës, jam edukuar me djathtën, e cila për mua djaththa çfarë është? Djaththa janë 4 kolona, janë 4 shtylla, që është besimi në Zot, besimi në familje, besimi në pronë dhe besimi në komb. I përmend këto dhe më lejoni zgjatem pak, sepse janë 4 shtyllat për cilët çdo njeri sakrifikon dhe gjën më të çmuar që ka jetën. Për besimin në Zot, ne kemi parë që pas vitit 45 shumë klerik janë pushkatuar dhe kanë dhënë jetën thjesht për të mbrojtur besimin. Për besimin në komb kemi shumë dëshmorë, të cilët kanë dhënë jetën pa kushte. Për pronën dhe për familjen, çdo njeri është i gatshëm të japë të jetën. Pra kjo është e djaththa dhe unë me këtë frymë jam rritur. Duke qenë e djaththa në Shqipëri, është përfaqësuar me Partinë Demokratike, e cila e ka humbur busullën e saj. Angazhimi im është ka djathtës dhe ka drejtës. E shoh dhe jam i bindur që rrugtimi im politik dhe njerëzor ka qenë gjithmonë përmes sfidave, por ajo që më bën dhe ta vazhdoj këtë rrugtim është që duhet të jetë një rrugtim i bazuar në vlera, në parime. Dhe sfidat thjesht na forcojnë më tepër. Qëndrueshmëria tregon vlerë, tregon karakter dhe ne jemi njerëz lirë dhe njerëz ndershëm dhe prandaj unë zgjidh këtë ka. Zoti Mishketa, unë ju falenderoj për përgjigjen sinqertë që dhat. Do thash unë jam një njohës shumë i mirë dhe i fisëve të Durrësit, por duke qenë një emision të ri në një, si thosh, në një audiencë të re, një televizion i ri, edhe kjo ishte edhe arsye që unë bëra pyetjen, sepse këto janë gjëra që ndoshta ju në media të tjera e keni thënë dhe nuk ishte qëllimi im parsor, thjesht për të bërë një prezantim të thjeshtë dhe ajo që unë desha shtoj në gjithë atë që thatë ju, pa hequr asgjë respektit ndaj atyre gjërave që ju thatë, sepse nuk jam unë personi që mund t'i kontestoj. A ju gjetën apo e gjetët? Pra, angazhimin e ri politik, ju thaqe, keni qenë, por në memorien time si gazetar, kene fokuson kryetarë dhe gjithsesi dhe shumë herë ato që bën më shumë punë nuk dashin pa. Dhe kjo është kjo normale. Pra, ju gjetën apo e gjetët ju këtë lloj partie pa busull?
Me që e përmendët vetë fjalën Buzull, unë shënova, Po. me që në partinë pa Buzull ju gjetën apo ai gjetët. Pra si erdhi, se këtu është gjithë angazhimi që unë po insistoj ke pyetja ime përsëri. Eksakt fare. Unë vi pjesë nga strukturat e Partisë Demokratike, e cila për hir të vërtetës nuk qenë më demokratike. Pas ngjarjeve të 9 shtatorit, me deklaratën e kryetarit të Partisë Demokratike Taso Kohë zotit Basha, për ngrirjen nga funksioni të kryetarit historik zotit Berisha, për shkak të një verdikti që dhanë Shtetet e Bashkuara pra aleati jonë strategjik, nga i cili dhe nga të cilët së bashku me BE-n dhe UK-n varet ekzistenca jonë si komp, një non grata mendoj që loja pas nënshtatorit nuk u tregua, nuk u bë një lojë e ndershme, u bë një lojë me thika pas shpine, u bë një lojë lënë rrogos, thjesht për interesin dhe mbrojtjen e një figure e cila duhet i shërbente Partisë Demokratike, duhet i shërbente opozitën tërësi, por gjë e cila nuk ndodhi. Sepse unë do doja që zoti Berisha, duke qenë që Partia Demokratike ka mbajtur një qendrim koherent karshi non gratave. Mund të përmendim dhe rastin e zotit Doshi, kur e gjithë Partia Demokratike pas non gratës shkoi kontestoi me të drejtë që mos siç e prezant një deputet i Kuvendit të Shqipërisë me një non grata, pra me një kundërshti nga aleati jonë strategjik. Në rastin kur ndodhi brenda familjes sonë të madhe, atëherë u mbajt një qendrim krejt ndryshe nga lideri historik, i cili në gjykimin tim është personi i cili ka shumë borxh Partisë Demokratike dhe Shqipërisë për atë çka i kanë dhënë, qoftë Partia Demokratike, qoftë Shqipëria. President, kryeministër, pra unë nuk di të ketë ndonjë opsion më të lartë se sa në karrierën politike për atë çka ka marrë zoti Berisha. Madje edhe rikthime në situata shumë vështire se ka qenë. Në 97 një rikthim përsëri. Eksakt. Dhe ai rikthim pas 97-s erdhi po përsëri me bekimin e aleatit tonë strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra unë do doja që zoti Berisha të tërhiqej nga kjo, të merrej me problemin e tij personal pa angazhuar Partinë Demokratike drejt një përçarje, drejt një rrugë pa kryer. Zoti Mishka, edhe para se të kalojmë ke pyetjet e tjera, ju përmendën zotit Bashë, i cili ka drejtuar Partinë Demokratike në një periudhë në shtrirje kohore goxha. Dhe faktikisht rezulton që akuzat që i drejtohen zotit Bashë tani, 3 akuzat më të forta janë mospjesmarrja e Komisionit në ndarjes territoriale, përzimi i mandateve dhe braktisja e... Pra, Partia Demokratike duket sikur nëpërmjet Bashës unë nuk jam personi që jam ndjeni se kush e ka marrë vendimin, na Berisha, Basha, kryesia, por di që ndarja territoriale ju la e gjitha për ta bërë Partinë Socialiste dhe kjo ndikoi në një performancë tjetër gjeografike të tyre, sepse ato arritën të ndërtojnë një strukturë tjetër me zona të majta të gjata duke bashkuar. Kjo ishte e para, e dyta pastaj barazimi i mandateve ishte besoj që pra, zoti Basha, duke qenë thash kryetari i koalicionit që ju keni hyrë në fushat tani, a marrën përgjegjësi të paktën për këto vendime që unë po them, vendime që Berisha thotë që ka marrë kryetari i partisë, Basha thotë që më i ka diktuar Berisha. Pra, një kryetar partie, a duhet ta marrë një përgjegjësi që duke qenë kryetar partie s'ka pse të pyesë askën tjetër? Ose do të pyesë strukturat. Faleminderit për pyetjen. Për të sqaruar të lëshkuesin gjithmonë. Eksakt, jo, je shumë i saktë dhe të falenderoj për pyetjen sepse është një pyetje e cila është shtëruese, por shumë njerëz kanë dilemat e tyre për shkak të gjithë situatës. Në aspektin politik, kryetari i partisë po duhet mbaj përgjegjësi. Por kryetari i partisë nuk vendosi vetëm, duhet pyesë gjithë forumet dhe gjithë strukturat dhe pas saj atëherë dilet me një qendrim përbashkët kur kryetari i partisë merr vendimin pasi ka ezauruar të gjithë strukturat dhe forumet brenda një partie politike. Pra ju e tha shumë qartë dhe unë kam qenë totalisht kundër të gjitha lëvizjeve, sepse kanë sjell dhe analiza bëhet pas fakteve, kanë sjell një vetvrasje politike për Partinë Demokratike. Pra qoftë mosmarrja pjesë në reformën territoriale, qoftë dalja nga parlamenti, që për hir të vërtetë duhet të jem sa më koherent dhe konkret. Në vizionin tim të asaj kohe, mendoja që mund të ishte një lëvizje e dur, sepse do doja që edhe deputetët të zhveshur nga imuniteti të dilin ka protestuesve dhe të ishin përballë pushtetit për të përkthyer në një presion ndërkombëtar. Po, eksakt fare. Por ajo rezultoi një nisëm e dështuar, sepse bota ecën përmes institucioneve, nuk ecën përmes anarkisë dhe nuk është hera parë. Nuk është hera parë, po eksakt. Nga të dy krahat. Nga të gjithë krahat, po, këtu. Por detyrimisht
Dhe përpos gjithë presioneve që ka pas zoti Basha, unë nëse do isha në pozicionin e tij, përgjegjësia mbahet nga kryetari, pasi ka zëruar strukturat, të gjithë vëmendjen dhe vendimarrjen e strukturave. Dhe mosmarrja pjesë në zgjedhjet lokale ishte përsëri një vrasje politike për Partinë Demokratike, sepse një forcë politike nuk duhet të druhet askujt, nuk i prish punë kërkujt, por duhet të garojë gjithmonë duke mbrojtur interesat e elektoratit që përfaqëson. Do të shkëta duke ngelur këtu jam shumë i qartë atë që thoni miq të përbashkët, edhe të miqtë të juaj, sepse është fati mirë që në Shqipëri kena shumë miq të përbashkët. E kanë qujtë lëvizjen e Bashës si lëvizje që askush nuk e bëri atë që bëri Basha. Pra unë pas citoj fjalë për fjalë mikun tonë të përbashkët, ishte i vetmi njeri që i tha Berishës deri këtu, sepse unë nuk më ndal kundër aleatit tonë strategjik. A mendoni që kjo pati një kosto për Bashën vetë për partinë pastaj më mas? Atëherë unë kam qenë dhe do mbetem i bindur që vendimi i zotit Basha ishte një vendim koherent me linjën e Partisë Demokratike dhe një vendim i drejtë në aspektin dhe në lidhje me raportit që ne duhet kemi me partnerin tonë strategjik. Sepse siç e përmend edhe më parë, ekzistenca jonë si komp varet nga partnerët tanë strategjik. Dhe vendimi i zotit Basha ishte një vendim i cili mori kosto personale, duke anashkaluar dhe duke mos i lënë përgjegjësi anëtarëve të Partisë Demokratike, por që një vetë sakrifikim në lidhje me atë vendim. Zotë më shkëta këtu do gjelim këtu të kërkoj ndjes për ndërhyrjen. Sepse këtu fatikisht është akuza. Përse ky vendim nuk u marrë me struktura dhe u marrë vetëm nga zoti Basha? A strukturat i dolën jashtë kontrollit, zoti Basha kishte vetëm një mundësi ta merrte vetë atë vendim. Pra çfarë ka ndodhur? Do të jeni një javë zoti Basha dhe jeni personi që drejtoni degën e dytë në Shqipëri më të madhe, ndërkohë që jeni edhe kandidat për deputet. Çfarë ndodhi? Pse zoti Basha mori vetë vendim? Atëherë, mendoj që zoti Basha e ka zoruar këtë pjesë sepse e mori vetë vendim duke mos dashur të futse në një konflikt të pashmangshëm brenda strukturave të Partisë Demokratike, i cili faktikisht ndodhi dhe me keqardhje them që Partia Demokratike nuk është më ajo që duhet të jetë, për shkak të humbjes demokracisë e gjithë të tjerat për nuk dua të zgjatem. Unë, nëse do më pyesi mua, unë do doja që të merrej përmes strukturave dhe pesha mos i takonte vetëm një personi, i cili në aspektin politik u vetë flijua. Zoti Basha e ka sqaruar këtë pjesë dhe nuk takon mua të bëj komente në lidhje me vendimin e tij. Por ajo çka unë gjykoj, do doja që një sjellje totalisht ndryshe të zotit Berisha, që në kryet herës dhe në vazhdim, sepse zoti Basha, që një produkt i zotit Berisha, që ylli ngjitje për atë çka ka arritur, dhe këto janë fjalë që zoti Berisha i ka thënë, atë çka zoti Basha e ka arritur për aq kohë, Edi Rama nuk do arrisë për një ditë. Po. Dhe i ka arritur për të qenë koherent në gjithë të që ju thoni. Mos harrojmë një scenari Basha thotë unë jam i gatshëm të shkoj dhe Berisha akoma nuk ka shkuar me dëshmor për një scenari. Këto janë probleme pastaj do sqaroj koha mbrapa që nuk do na këtu. Unë do të kaloj në një pyetje tjetër. Tash edhe ju pak a shumë e thatë në këtë pjesë të intervistës që ndalësia është shumë e madhe tash nga Partia Tradicionale, Partia Demokratike, e cila sipas jush ka tradhuar ato ideale gjithsesi dhe është bërë peng një personi, ndërkohë që unë desha dal këtu dhe një konflikt i Partisë Demokratike brenda prodhoi 3 parti të tjera të vogla. Dhe pyetja ime është konkrete, a për sa kohë që ju ishit kundër Berishës, a nuk mund përmbledhjen në një koalicion ju partitë e vogla gjithë, kush qendësia? Pra, kemi zotin Shehaj, që ka qenë deputet aktiv i Partisë Demokratike, i zgjedhur në një listë, kemi zotin Alibeja, kemi zotin Basha, po aq më shumë që zoti Alibeja është shkputur edhe nga Basha kur ka qenë një parti. Pra, a mund gjende një frymë për bashkët nëse keqja më e madhe e Partisë Demokratike pas ka qenë Sali Berisha, qoftë për qendrimin e ndërkombëtarëve, shpallës në grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Anglia? Atëherë unë mendoj të jem fare sinqert me ju dhe me publikun që na ndjek, unë nuk kam qenë pjesë e negociatave
të kësajt, por filozofia Jo, thjesht informacioni politik, sepse filozofia ime politike është që politika duhet krijoj ura bashkëpunimi dhe jo të vijë flakën dhe ti hedh me dinamit këto ura bashkëpunimi dhe komunikimi. Pasi politika është ajo që mbron interesin dhe vetë nga fjala e një pjesë të mirë të elektoratit. Të them të drejtën, nga informacionet që kam brenda grupit politik ku qëndroj, e di që është dhënë hapësira maksimale për të pasur një bashkëpunim. Mëtej nuk di të them sepse ky bashkëpunim i cili për ju mendoni që ka pas grupe negociatore që kanë diskutuar? Ka pasur grupe negociatore që kanë diskutuar për një bashkim të mundshëm. Atë që di të them nuk u arrit është pjesë tjetër. Por ka pas negociata. Po, ka pas negociata. Dhe di që negociatat do vazhdojnë dhe pas rezultatit zgjedhor. Pasi të gjithë partitë politike. Pasi të kemi një produkt. Pasi të kemi një produkt. Dhe deri diku ndoshta. Është normale. Dhe deri diku ndoshta Turi mund ta them dhe them me bindje që secila nga forcat politike ka dashur të tregojë dhe veten se çfarë peshë elektorale duhet të ketë. Po patjetër. Dhe ajo që i bën bashkë, ajo që na bën bashkë janë disa pika themelore që janë mbështetja pa kushte drejtësisë së re, e cila i ka dhënë një frym. Kisha një pyetje lidhur me këtë që thatë, nëse do ketë një bashkërim në paktën tek unë informacionet që unë kam, sa kam ndjekur unë politikën si gazetar, ka pasur dy qëndrime që duket sikur kanë bërë ndasinë për një bashkim të madh. Dhe këto dy qëndrime kanë qenë Berisha po sistema lider, duke qenë se alatët kryesor të Shqipërisë kishte shpallur Nograta, dhe dyta ka qenë një qëndrim i kundërt i partisë tashmë Berishës, Partisë Demokratike, dhe i juaj që jeni tre parti tani të ndara në lidhje me strukturën e SPAK-ut. Pra, madje kjo struktura e SPAK-ut më duket se ka qenë edhe shumë më problematike. Pra ka pasur qëndrim, në ju e keni mbështetur SPAK-un, Berisha ka qenë kundër SPAK-ut deri në raste, në fakt jo vetëm Berisha, sepse rasti i fundit i Veliës ishte edhe më skandaloz. Duke qenë njerëz përpara strukturave drejtësisë, nuk janë gjëra që nuk do të ndodhen në një vend demokratik që pretendon të hyrë në BE. Eksakt. Pra, a kanë qenë këto dy gjëra që ose a mund të jenë këto edhe në të ardhmen mas në 12 maj. Pra, a është Berisha dhe SPAK-u problemi i kufizoj në dy emra? Unë nuk do doja ta përkufizoj në emër, unë do doja ta përkufizoj në filozofi politike. Pra, filozofia e djathtë politike është mbështetja pa kushte e drejtësisë së re, qoftë SPAK-u GKO-s. Sepse po të bëjmë një sondazh, sondazhet janë shumëta, 80% e qytetarëve janë pro kësaj mbështetjes, janë pro kësaj institucioni, i cili është një mekanizëm i ri, nuk është mekanizëm perfekt, por është i vetmi mekanizëm i cili po prek të paprekshmin që deri dje me arrogancën e tyre dhe me luksin e shfrenuar, të cilët ishte përftuar kundrejt paligjshmërisë, kundrejt rrushfeteve, kundrejt korrupsionit, kundrejt në bashkëveprim me grupet kriminale dhe hidhej pra krijoi një dasi e madhe përndaj tyre zëngjinëve të ri dhe popullit i cili nuk kishte lidhje fare me atë botë ku këto jetonin. Dhe është i vetmi institucion i cili duhet mbështetur pa kushte sepse i jep një dritë jeshile të ardhmes dhe Shqipërisë demokratike. Ju e thatë dhe vetë në ta cek që në vendet demokratike pushtetet janë ndara. Nuk mundet kursesi legjislative ose militante dhe një partie e cila do qoftë të dalin të bëjnë protestë para institucioneve të drejtësisë dhe t'i krijojë një presion të tillë. Në fakt për vërtetë s'pa edhe qendrim nga Majta, po me sa duket zoti Rama u zbyll ka ndërkombëtare, duke i dhënë edhe një akses atij ka ndërkombëtare që por u zbyll shumë shpejt dhe u tërhoq nga ajo që sepse është e papranueshme të mbledhësh punonjësit e një bashkie në një shesh për të mbrojtur një njerëz i cili do ta vendosë drejtësia i fashëm pa fashëm. Askush zotin Velia nuk e akuzon për të fashëm, pa fashëm pa dhënë një vendim. Drejtësia do bëj punën e vet. Është punë tjetër. Tani për dalë tek ajo që ne jemi të ndërsuar sot në emisionin ton, zoti Mshketa, unë jam në dieni që ka pasur, unë po quaj negociata të vogla, po përdor një term gjetur nga veturi, ka pasur negociata të vogla që edhe pse nuk keni gjetur një marrëveshje të madhe, në disa qytete të dilit me emra të përbashkët, duke e shpjegu edhe për teleshikuesin. Pra nëse nduash ka reputacion Joni, Arturi, le të ishin parti të tjera për dalë me një listë përbashkët. A është e vërtetë kjo që unë po them dhe a negociuat dhe pse nuk u arriti gjë aty? Turi, në djenin time, në momenti që nuk u arrit
marrëveshje për Koalicioni një koalicion të përbashkët, a Fillon priori pastaj dhe sfumohen E dhe gjitha kuptoj. pjesët e tjera. Pavarësisht se unë kam qenë, jam dhe do mbetem partizan i një bashkimi rreth vlerave, dhe jo bashkime mekanike të cilat trajtojnë elektoratin dhe nuk të çojnë gjëkundi. Me të gjithë forcat e reja politike, ne na bën bashkë që thash, mbështetja pa kushte e SPAK-ut dhe drejtësisë së re, listat e hapura, i cili është sistemi meritokrat dhe demokratik, që kushte meriton verdiktin e qytetarit, shkojë dhe zgjidhet në parlament, dhe tjetë zëri i qytetarëve dhe jo zëri i kryetarit, cili do qoftë i rradhës apo i paradhës. Dhe mbështetja ndaj aleancës strategjike me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar. Unë do kaloj një pyetje sepse ajo që intereson në fund fare elektoratit është një djathtë e cila duket sigurisht e bashkuar me parti fantazm, por fatikisht pjesën rreth kryesore të saj ka të ndarë, kjo është e vërtetë. Dhe ne nuk dimë si të shkojë trungu me një më të madhe dhe çfarë produkte do marrë, çfarë rezultati. Ajo që unë do pyesë tani ka të bëjë pikërisht me një moment që duket sikur riktheu thesën në të djathtën shqiptare, duke marrë parasysh që Partia Demokratike është partia kryesore e opozitës, partia që ka rrezuar sistemin, partia që ka meritë të vetë dhe është institucion. Çfarë ndodhi, zoti Mëshketa? Ju ishit kryetari një dege me vulë, patët vulën, filloi organizimi, Basha filloi të merrte, pas një viti që la aksesin që të ndodhin gjithë gjërat, u rikthye në politikë fuqishëm, filloi organizimi dhe në një moment bukur për të qenë sinqert, kur e prishit gjithë vulën nuk u mor. A pati ndikim thjesht ishte një moment i drejtësisë, si ju po e përmeni shumë që drejtësia po marrë qëndrim korrekt, apo ishte një ndikim i qeverisë këtë drejtësie që për të pasi partner si Berisha, që Rama ka më thjesht. S'ka një sekret madh që Rama do Berishën. Nuk është një sekret i madh, thotë. Unë e them me plot kuraj, kam 30 vite gazetar. Jo, gjithashtu mendoj dhe unë, ai që pretendon të fitojë kërkon që të ketë një përballje me një person ose me një grupim politik i cili ka një dëm të madhe. Patën ka që i thotë. Dhe po mos harrojmë që Rama 3 fushatet e fundit elektorale nuk i ka bërë me program, por i ka bërë thjesht me figurën e zotit Berisha dhe zotit Meta, duke i paraqitur ato si e shkuara dhe veten si e ardhmja. Pavarësisht se zoti Rama, në gjykimin tim, që pas mandatit parë, nuk kishte më legitimitet moral që të kërkonte, sepse vetëm bëmat e korrupsionit, vetëm bëmat e një qeverie e cila është brenda në burg, do të japun si ja ka humbur legitimitetin për të bërë thjesht pyetja ime ishte a pati ndikim qeveria në drejtësi? Pra ju besoni që drejtësia nuk u tregu në standardet e dura, pra të drejtësi që ne gjithmonë kërkojmë për të qenë një vend i bejes, kuptohet. Dhe është investimi i madh amerikan në drejtësinë shqiptare. Unë mendoj që pati ndikim, mendoj që gjyqi nuk u shqyrtuan themel, mendoj që dhe padia që është bërë nga ana e përfaqësuesit ligjor tonët kur me të drejtë kërkojnë, sepse aty ka dhe vepër penale për një falsifikim që është bërë një vulë dhe një dege për ta marrë, dhe këtu detyrimisht në gjykimin tim ka dhe qeveria pati ndikim, sepse siç e thatë dhe ju, është më mirë të ketë një kundërshtar të dobët politik dhe do ta ngrehet lloj kundërshtari në mënyrë që ta ketë sa më të lehtë prapë të marrë pushtetin e pamerituar. Zoti Mëshketa, unë do kem fatin të kem dhe Bashën këtu për të diskutuar këto gjëra, por në dinin time dhe memorien time ishit përgatitur që me datën 11 qershor, në mos gaboj, vullet do i kalonte zotit Basha përfundimisht, gjë që nuk ndodhi dhe nga aty u duk sikur filloi pastaj një tjetër konceptim gjeografik i politikës dhe indasive mbrana Partisë Demokratike. Turi, po është e vërtet, pritshmëria e ime personale dhe e gjithë grupimit, ose mund të them për degën e duhur të gjithë bashkëpunëtorëve të mi, ishte që me të drejtë legitimiteti i Partisë Demokratike duhet qëndronte këtu. Por mos kalimi ose mos qëndrimi i vulës tu nuk më solli asnjë më dyshje rreth vetes, sepse kjo nuk ishte një betejë për vulën ose për legitimitetin se ku i takon vula. Kjo është një betejë parimesh, një betejë vlerash. Dhe prandaj beteja ime ose qenia ime mos lëvizja
nga një kah në një kah tjetër, sepse Partinë Demokratike ose nuk e bëjnë vulat ose simbolet, e bëjnë njerëzit, e bëjnë njerëzit e lirë dhe ndershëm, e bën dhe filozofia e cila do ndjek. Dhe filozofia e Partisë Demokratike me atë leadership që ka sot nuk është më demokratike. Dhe prandaj qëndrimi im është rreth vlerave, rreth filozofisë të djathtë dhe jo rreth sigave dhe vulave. Koha do ta trajtojë, do ta shfrytojë se kujt i takon legitimiteti. Zoti Mishketa, ne do rikthehemi përsëri në pyetjet tona, një hapësirë e shkurtër publicitare. Rikthehemi përsëri në pjesën e dytë të emisionit, pjesën e dytë pas një hapësire publicitare. I ftuari im është, për ato që nuk e kanë ndjekur deri tani, zoti Jon Mishketa, kryetari i Degës Demokratëve Atlantik, koalicioni tashmë që profesohet me të njëjtën logon zgjedhje, kandidat për deputet në qytetin e Durrësit. Zoti Mishketa, unë do kaloj në një aspekt tjetër, sepse ju përveç se jeni drejtuesi i Degës, ju jeni edhe antar i Këshillit Bashkiak. Në Bashkinë e Durrësit, që për vërtet është një bashki problematike, përgojuar, me ca raste edhe në paraqitjen SPAK-it gjithsesi, por gjithsesi sa ka ndikuar qëndrimi juaj, unë do ta citoj pyetjen sepse është shumë delikate. Me ato këshilltarë që profesorin në Këshillin Bashkiak për të informuar pjesën e korrupsionit, pjesën e abuzimeve në Bashkinë e Durrësit. Pavarësisht se ju nuk i keni pasur numër të mjaftueshëm për të vepruar për ndikuar në vendimarrje, unë përsëri do insistoj, sa ka ndikuar zëri juaj që qytetarëve të thoni që këtu është vjedhje, këtu është gabim, këtu është abuzim. Dhe do doja që, duke qenë se jeni këshilltar dhe unë ju kam ndjekur edhe në diskutimet që keni bërë, do doja një përgjigje edhe më pak të detajuar, duke marrë rastet konkrete. Çfarë ka ndodhur që votuesit e juaj të thonë që Jon Mishketa, që është kandidat i Demokratëve Atlantik, në Këshillin Bashkiak ka marrë 1, 2, 3, 4 qëndrime. Pavarësisht se proceset mund të kenë shkuar edhe në gjykatë, gjykata ka dhënë vendimet e saj tani. Nuk do hyjmë drejtësisë, nuk analizojmë drejtësinë. Turit, falenderoj për pyetjen. Të them drejtën, kandidimi im në listat e hapura, duhet ta theksoj në listat e hapura, pasi koalicioni Euroatlantik ka vetëm listat hapura, listat e mbyllura do të paraqiten si formë ligjore sepse ashtu i pranon e kërkon ligji, por duke respektuar parimin e demokracisë dhe meritokracisë, vetëm ai do jetë formati dhe sfida jonë me qytetarët. Kam pasur shumë telefonata për probleme shumë të ndryshme nga qytetarët e Durrësit, të cilët sinqerisht më kanë bërë mirë. Më kanë bërë mirë sepse kam marrë një lloj feedbacku pozitiv prej tyre për shkak të angazhimit tim në Këshillin Bashkiak. Ju e përmendët që ne nuk i kemi numër Këshillin Bashkiak. Por kjo nuk na ka stepur në asnjë moment që ne të ngrejmë problematikat e shumta që ka qyteti i Durrësit. Dhe do ju theksoj disa nga problematikat, ka qenë problematikë dhe një plag e hapur që qyteti i Durrësit vazhdon të jetë akoma tërmeti dhe procesi i rindërtimit, i cili sapo është një pyetje që por mund ta shëlloni pa problem. Kërkoj ndjes qoftë do të por nuk prishim asgjë. Rëndësishmë është të themi gjëra që janë interesante për qytetarët. Janë tema të cilat janë trajtuar dhe janë tema të cilët vijnë nga shqetësimet e shumta të banorëve, të cilët unë kam cekur personalisht këto tema. Dhe duhet të them për shumë objekte kam dalë personalisht dhe duke denoncuar, duke parë që pas 5 viteve të tërmetit kanë qenë gërmadha pallate shumë kaçe me qindra familje brenda, të cilat pas mosdhënies së bonit të qeras, ata janë detyruar të futen në ato pallate, në të cilat akoma një tull nuk ishte vënë atë kohë. Dhe me një rrezik permanent të një tërmeti tjetër që mund të kthehej në një varrezë masive, sepse janë pallate të cilët kanë qenë dëmtuara, pallate pas një shirit sigurimi, kur makinat dhe banorët që nuk duhet kalojnë pranë tyre për shkak të rrezikut që kanoset, aty banonin njerëz. Për i vërtetë zëri që është ngritur janë bënë në lëvizje institucione sepse kanë qenë përgjegjëse për këtë aspekt dhe deri diku banorët
kanë qenë minjos për shkak të zërit që është ngritur pas një lloj interesi. Dua të them që bashkia në shumë raste ka bërë dhe anën e indiferentizmit. Tu duhet cek dhe një komision i cili u kërkuar prej nesh, prej opozitës tërësi, dhe nuk u pranua, me arsyeën sepse ata qanin hallin për orët e vona që do kalonim ne në evidentimin e rasteve korruptive. Zoti Mishketa, jo bërë këtë pyetje pa qëllim sepse në këtë pyetje dalin dy pyetje tjera pastaj, sepse ka dhe një grupim tjetër opozitar që është i Partisë Demokratike. Atëherë, a keni gjetur gjithmonë duke u përmatur fjalëve tuaja që ka abuzime dhe fondet janë devijuar, janë bërë. Pra, gjithçka në këndvështrimin e bashkisë, a keni pasur marrëveshje ose qëndrime të barabarta dakordsi për të që edhe për komisionin që, me sa di, komisioni ka qenë i propozuar nga grupimi tjetër. Po, eksakt. Atëherë, komisioni ka qenë i propozuar nga grupimi tjetër në atë kohë dhe nga ana ime është firmosur pa asnjë mëdyshje, sepse është një komision i cili i vlen qytetarëve. Pra, për mua, personalisht e shoh politikën, nuk e shoh politikën me urdhëresa nga sipër, por e shoh politikën në raport me qytetarët. Nëse cilado forcë politike qoftë ajo ngren një shqetësim i cili është real për qytetarët dhe për përmirësimin e kushteve të jetesës, unë do jem gjithmonë pro dhe ka atyre. Dhe po, është e vërtetë që është ngritur nga si nisëm që nga grupimi tjetër dhe u përqafua pas një lloj hezitimi nga ne. Unë duhet të them që po në lidhje me problemin e tërmetit dhe me paqartësinë dhe me jo një transparencë plot në lidhje me fondet që janë shpërndar, se kush i ka fituar këto lotet e ndërtimit, cilat janë ato firma, atë që më vë në dukje është që u ndërtua, u krijua një ministria e rindërtimit. U morën plot 1.2 miliardë euro që u trumbetua si një sukses i zotit Rama, pavarësisht që ishin ndihma dhe grante nga vendet partnerë mike, të cilët i falenderojmë pa mas, por realisht ka një grop shumë të madhe në drejtim të paditur, sepse këtu gjendja e jashtëzakonshme presupozon përmes ligjit që është qeveria e cila përgjigjet. Ndërkohë që këtu kemi fondet bashkisë, taksa paguesve ndursak, të cilët do shkojnë në lidhje me tërmetin. Kur janë fondet e tërmetit që do të vinin. Patjetër, qeveria përgjigjet, opozita ka për detyrë të bëjë prezente dhe të ngretë të gjëra, sepse opozita, unë nuk jam dakord me zotin Rama që opozita është shkënaqur, sepse opozita është institucion dhe është e turpshme, që zoti kryeministër e kam deklaruar edhe me zotin Duka në pozicionin e gazetarit, nuk mund të thosh opozitës shkënaqet kur aq më shumë në natën e fundit i merr 4 deputet të opozitës dhe i kalon ke Partia Socialiste. Kjo është gjë tjetër. Unë e kisha pyetur konkretisht edhe duke u nisur në një drejtim tjetër. Sepse drejtuesja politike e Partisë Socialiste për qarkun e Durrësit është kryetari i bashkisë. Pra, që ju akuzoni për dhe kryetari i Këshillit Bashkiak është kandidat për deputet i Partisë Socialiste. Dhe ajo që unë po pyes tani është, a ka moral politike, sepse ju jeni pjesë e politikës tani, një kryetari i bashkisë që akuzohet që ka shpërdoru fonde, që ka bërë këtë, një kryetari i Këshillit Bashkiak që bën këto, dhe to tani i kërkojnë qytetarëve dursak që votojnë, a ka edhe moral politike këtu? Për mua politika duhet të ketë moral dhe duhet bazohet në vlera. Pavarësisht në Shqipëri, këtu në këtë vendin tonë të bukur, ka ndodhur krejt e kundërta. Bukur ka po zoti po. Po, në vendin tonë të bukur për shkak të natyrës, po. Por të keq përdorur derisa në atë pikë sa kemi një eksod masiv dhe kjo bën për shkak të politikave të ndërmarr nga këto individ politikës, të cilët janë të pamoralshëm. Pra mund të them, siç ju e thatë me drejt, unë mund të them, a ka moral më zoti Rama të drejtojë qeverinë, duke qenë që pjesën më të madhe të njerëzve të tij më të afërt i ka të akuzuar dhe qoftë pas hekurave. Zoti Rama përgjegjësia është personale. Unë i kam gjetur, po personale kam gjetur. Atëherë përgjegjësia është personale, po përgjegjësia është dhe e kryetarit të ekipit, i cili pse si ka mundësi që ky kryetar i ekipit zgjidhë vetëm njerëz të inkriminuar. Atëherë është frym. Kjo nuk duhet përgjegjësi personale, por më duket frym kolektive më tepër dhe një filozofi e drejtimit të vendit përmes këtyre bëmave që ne i vuajmë. Pra ju mendoni se kjo është kthyer në sistem? Është kthyer në sistem, po, eksakt. Kemi raste plot kur grupet inkriminuara, grupet kriminale caktojnë deputet në përqaqe të ndryshme, kur kemi telefonatat, kemi dosjet e famshme 339 dhe 188, 194 në mos gaboj, kur kemi që e kemi bërë tërmet, e kemi bërë këtë, e kemi bërë atë. Pra, kjo është kthyer, mos harrojmë, më fal që ta ndërpres, por dhe mandati i parë i zotit Rama në 2013-ën, ballina e parlamentit ishte me njerëz të inkriminuar, të cilët me nismën e Partisë Demokratike të kohës lidhjen e dekamerizimit i dha vendin e merituar për shkak të asaj që ti nuk mund të përfaqësohesh me grupe kriminale në parlament. Unë më pyetje tjetër këtu sepse
kam një rast konkret me ju, që kam ndjekur më shumë vëmendje dhe më ka bërë shumë përshtypje. Në perceptimin tim dhe në informacionet që unë kam çdo ditë, më ka çuditur një gjë që partitë opozitare merren të gjithë merren me Ramën edhe në Durrës, edhe në Lezhë, ndërkohë që në Durrës ka 40 drejtorë që ka caktuar Rama. Dhe ju keni pas një rast denoncimi dhe editori nuk punon më, shkarkuar nga puna. A nuk keni pas fakte për 39 drejtorët e tjerë me denoncu? Turi, ne kemi denoncuar dhe unë do vazhdoj të denoncoj gjithmonë me fakte dhe me kushdo qofshin ato. Qoftë kryetari i bashkisë, qoftë drejtorët e në bashkitë bashkisë ose qeverisë. Pra, mund përmend dhe rastin e usjes kanalizimit kur kemi kërkuar në atë kohë edhe interpelancë, por nuk janë përgjigjur. Pra, të gjithë rrugët gjyqësore do ndiqen dhe janë ndjekur, por duhet bazohen në fakte konkrete dhe korrekte pa spekuluar në mënyrë politike, sepse duhet i japim realisht dhe qytetarëve një produkt koherent. Në çdo rast, unë gjithmonë në daljet e mia, qoftë në rrjetet sociale, qoftë bashkërisht, kam afishuar numrin tim telefonit kur njerëzit të më adresojnë çdo lloj problematike, qoftë me fakte, dhe pastaj dal unë pa vënë në siklet kërkënd dhe përballem me çdo të inkriminuar përballë institucioneve të drejtësisë. Patjetër që duke qenë pjesë e politikës, duke qenë pjesë e një procesi të shkruajtur drejtësie, duan fakte, por në cilësinë time ka një fakt shumë të çuditshëm që si është e mundur që sa bon drejtora në Durrës marrin lokale, janë 30 drejtora në Durrës me 30 lokale tani, nuk besoj që kjo do një fakt tjetër, tani sa është rroga për të marrë lokal me qira në Durrës, nuk e di tani, se s'do hy këtyre detajeve. Drejtorët në Durrës kanë 10 lokale, si ndodh ky fenomen, nuk po hy procesi tjetër pastaj. Për të kaluar te një pyetje tjetër e cila ka lidhje pikërisht me këtë gjë. Do doja një konceptim përgjithshëm të asaj që ju keni për qeverisjen, duke mos u ndalur ndoshta në detaje, sepse është një gamë shumë e gjerë dhe në duhet në orë të tëra. Por në këndvështrimin tuaj, një qeveri që ka 3 mandate dhe pretendon të marrë një të katërt, ju këtë shikoni 3-4 gjërat kryesore që janë bërë keq. Mund të ketë më shumë, po them 3-4 unë. Tu ka shumë më tepër. E para është Jo, mund të thush se ke sistemuar, mund të thush. Po, jo, i kam thjesht atë çka ne prekim për ditë. Pra, korrupsioni galopant është një. Keq qeverisja dhe keq menaxhimi i të gjitha resurseve të vendit. 2. Mund të them një inkriminim i administratës i skajshëm. Unë them nuk ka një program të Partisë Socialiste i cili është vendosur. Pra, kur them korrupsioni galopant, mund të shohim rrugët qindra milionë euro, vendosim persona të cilët thjesht pa asnjë lloj eksperiencë, thjesht me një të punësuar, duke dhe përmes falsifikime marrin tendera me miliona të frikshëm, pra që nuk reflektojnë as pak buxhetin dhe ekonominë qytetare. Kemi një nënpërkëmbje dhe një pasiguri qoftë juridike, qoftë jetësore, qoftë politike të vendasve. Pra, Turi, këtu flitet me të madhe që nga kryeministri i vendit tim, që shqiptarët këtu jetojnë në kushte shumë optimale se në Evropë paguajnë taksa shumë të ulta. Nuk është as pak e vërtetë. Ne paguajmë taksa, por nuk marrim asnjë lloj shërbimi. Duke filluar nga sistemi arsimor, duke filluar nga sistemi shëndetësor, duke filluar nga sistemi në kontakt me administratën. Këtu administrata sillet sikur është një çiflik tir. Dhe kjo nuk është vetëm përgjegjësi personale si që thamë më parë, por është një filozofi politike. Shohim një kryeministër i cili nuk flet as pak për detaje, por sillet si një arrogant me një gjuhë rrugësh që nuk i përket një kryeministri. Dhe detyrimisht ajo përkthehet dhe në drejtorë drejtorive, në ministritë e gjitha të tjerat. Pra, ky lloj sistemi, ky lloj mekanizmi jo meritokrat, por që i përgjigjen vetëm shefit, përkthehet në një mungesë shërbimesh, mungesë sigurie, e cila reflektohet dhe në ikjen masive dhe jo më të njerëzve që nuk kanë çfarë të bënin në Shqipëri, ose të nivelit të pashkolluar, por flasim për shtresën e mesme, e cila është gjithmonë amortizatore ndërmjet pushtetit dhe jetës reale që zhvillojnë qytetarët. Dhe hikin sepse është mungesa e shpresës, mungesa e alternativës, kur shihet që gjithmonë shkon keq e më keq. Pra, nëse gjërat reflektohen vetëm në 3D, në PR, atëherë unë nuk jam dakord me këtë, dhe ky është një dështim i madh i qeverisë. Dhe nuk meriton as mandatin e dytë, jo më të meriton një mandat 4.
Për këtë shqiptarët duhet shohin dhe të vlerësojnë vetë jo më për partitë politike, jo më për logot, jo më për flamujt, por të dinë të zgjedhin zgjuar për veten e tyre, për familjet e tyre. Më shket edhe zjarri në Xhakur është bërë gati për të nesër do i çik frym. A mos frymë opozitare nuk i ngroh qytetarët shqiptarë që përfundojnë nga Rama mandat pas mandati. Nuk ka kush i frym këtij zjarri. E kam në kuptimin figurativ zjarrin. Nuk jam për zjarre për dhu. E mora në xhak. Edhe për të ndezur do një frym plet. Tani pse mungon kjo frym opozitës me gjithë to gjëra që ju përmendët, me gjithë to skandale që ka një qeveri që nuk ka ndodhur ndonjëherë, me gjithë administratë është më korruptura që pak në 30 vjet e mia si gazetar, unë e konstatoj dhe përsëri këtu dele dhe thot, mande ka caktuar dhe numrin 100 nuk e di 84. Sepse opozita nuk ka arritur të riciklojë. Është problemi tek ju tani, nuk është problemi ke Rama më. Absolutisht po. Problemi është tek opozita në tërësi. Problemi është tek pesha më e madhe e atij faktori opozitar i cili kërkon monopolin e opozitës, i cili nuk arriti kurrë të dalë jashtë vetes së tij, jashtë interesave të tij personal, por e përdor opozitën si një mburoj për të shpotuar nga hallet që ka. Dhe ky është një problem, të cilin nuk e vuan vetëm politika, por e vuan mbi gjitha qytetarët. Po tjetër për qytetarët me politikë. Dhe po do shikojmë, nuk mund të shkohet me një opozitë plakur, me një opozitë e cila ka ngarkesa të forta të kaluarës dhe nuk krijohet një frymë e tillë. Fryma krijohet përmes energjisë pozitive, përmes ndershmërisë dhe përmes sistemit meritokrate. Por nuk mund të krijohet një frymë opozitare nëse ti firmos mbylljen e listave. Nuk mund të krijohet frymë opozitare me njerëz të cilët janë ministra, ish ministra, do të kemi një pjesë tjetër atë, do të ndalim edhe pak aty. Kjo është mundësia. Sepse është një pyetje konkrete që do e boja, po për të ndërtuar këtu e kjo që ishim duke diskutuar për qeverisjen, unë e kam bërë këtë pyetje edhe një me politikanin tjetër që ka qenë këtu përpara jush dhe do mundohem që këtë pyetje t'ia bëj të gjithë të ftuarve. Ka një lloj opinioni, një lloj ngjizje tek qytetarët, ke mendimin e tyre se Ramën e mbajnë ndërkombëtarët, e ka mirë me ndërkombëtarët, i ka përqyrë ndërkombëtarëve, i shkon ndërkombëtarë, zbaton politikën ndërkombëtarëve, është faktor. Pra, ju a keni ju një mendim ndryshe lidhur me këtë? Sepse pati një deklaratë të Marta Kosi e cila tha që ne nuk ndikojmë nga zgjedhjet në Shqipëri, procesi do eci. Ndërkohë që e gjitha ajo që po bën kryeministri i Shqipërisë tani në fushat është pa ne nuk ka BE. Pra, a janë ndërkombëtarët që po përkrajnë Ramën dhe a ka Rama një mbështetje të fortë ndërkombëtarëve për të fituar zgjedhjet? Pyetje është konkrete tani. Po. Eksakt. Unë mendoj që ndërkombëtarët nuk kanë preferenca ka shi një individi ose jo. Ndërkombëtarët mbështesin qeveritë që janë në pushtet pasi me to lidhin marrëveshje dhe me to do çojnë përpara projektet që kanë. Dhe projektet ndërkombëtarëve janë pro Shqipërisë. Unë mendoj që Rama nuk ka më mbështetje ndërkombëtarëve, siç presupozohet. Mendoj që Rama mbështet atë opozitë e cila nuk krijon frym, thjesht që të dali mbi ta për të pasur një qasje më pozitive ndërkombëtarëve. Nuk mendoj që BE-ja varet të duart e Ramës. Jo, sepse BE-ja do të thotë standard, BE-ja do të thotë respektimi i ligjit, BE-ja do të thotë pa të inkriminuar, BE-ja do të thotë mbështetje e spakut. Dhe kemi deleguarin e BE-s i cili në çdo lloj rasti në dalje publike thotë që nuk është e rëndësishme hapja e kapitujve të BE-s, por është e rëndësishme zbatimi dhe vazhdimi i reformës drejtësi në vendin tonë, sepse është i vetmi garant i cili spastron politikën nga njerëz të inkriminuar dhe nga njerëz të cilët janë pa dinjitet. Mendoj që ndërkombëtarët do mbështetin Shqipërinë, sepse Shqipëria është një vend evropian në mënyrë natyrore, por Shqipëria ka shumë për të bërë në lidhje me standardet të cilat nuk i ka plotësuar pasi ne jetojmë këtu dhe e dim shumë mirë se cila është qasja e Ramës. Pra Rama shfrytëzon rastin vetëm duke bërë fushat me figura të vjetra në anën tjetër politike, i ushqen ata që të dali vetë më në pa dhe më në duke. Mos harrojmë që dhe Rama më pas pjesën e PR-it e mbulon shumë mirë. Por nuk mendoj që ndërkombëtarët janë karshi Ramës. Atëherë për të dalë tek pyetja e fundit për të mbyllur këtë blok pyetjesh, Rama në Durrës ka bërë një zgjedhje që është dukur pak e çuditshme. Nuk ka ndonjë në sekret madh për të thënë që niveli i inteligjencës kryetares së bashkisë në aspektin politik nuk shkon deri tek Rama, por duke qenë kryetare e bashkie e ka vënë drejtuese politike
Dhe unë nisëm nga një marrëdhënie që ka gjithmonë pushteti lokal me qytetarët për hallet e tyre, për interesat e vogla të gjithës tonë. Dhe nga informacionet që kam dhe nga gazetarët që janë në terren, na rezulton një gjë shumë e thjeshtë, janë kthyer sa rrugë lagje si feta buke që u lysin me gjallë blikur, si po lyen me asfalt. A do ndikojë ky proces sekretarja e bashkisë, drejtuese politike, po merret me gjëra të tilla për të tarnuar rrugët për fushat ose për të dhënë ndihmë fugareve tani në këto 2 muaj. Ju e keni këtë shqetësim, e keni këtë konstatim? Atëherë, e para një veprim i tillë është një veprim i kundërligjshëm, sepse ta ndalon ligji ti të merresh me fushat elektorale duke bërë këtë asfaltimin ose buskuqin. Ne kemi raste konkrete, ose buskuqin e rrugëve që ka ndodhur, ose që mund të ndodhë edhe këto ditë në vijim. Pra do jenë raste konkrete të cilët unë realisht mendimin e bëj në një thirrje publike. Pra në bashkëpunim me median dhe bashkëpunim kryqëzimi me qytetarët. Ju lutem, çdo informacion që keni, ma adresoni dhe ta çojmë përpara këtë në të gjithë institucionet, sepse është diçka e jashtëligjshme. Askush nuk bën diçka nga xhepi i tyre, por janë taksat tona, të cilat duhet shkojnë në shërbimin ton dhe të përkthehen në shërbimin të drejta. Ju lutem, thirrja ime është mos u gënjeni nga makiazhi që i bëhet ditëve të fundit, sepse vota juaj shkon për 4 vitet e ardhshme, shkon për ju, për familjet tuaja. Pra, duke u rikthyer dhe tek pyetja juaj, pushteti ka të gjithë mekanizmat, të cilët në mënyrë të lishme dhe të palishme i përdor. Detyra është e opozitës, e cila të tregohet në lartësinë e duhur, sepse është ajo që duhet të jetë alternativë. Dhe jo bëra pyetje për të qenë sinqert. Keni informacion. Po, informacionet janë, unë pres që të më dërgojnë dhe fotot e rasteve konkrete dhe do dalëm të shkojmë dhe në SPAK sepse është diçka e jashtëligjshme. Dhe nëse nuk vihet në shijen e ligjshmërisë, atë që i kërkoj qytetarëve është të vrasin frikën, pasi njerëzit vazhdon prapë retorika, jo po jam në punë, jo po kam kushëririn këtu, dhe presioni që i bëhet, dhe për këtë jam i bindur, por e kam në rrugë informale, deri aty sa kontrollojnë dhe like-et që i bëjnë nëpër Facebook. Pra kjo është diçka që po rikthehen, po bëhen më specialistë se paraardhësit e tyre. Patjetër, atëherë s'ka pas teknologji fatikisht, ka pas gjëra të tjera. Zoti Mishketa, ne do të shkëputemi përsëri në një hapësirë të shkurtër për qytetarët për të kthyer në bllokun e tretë të pyetjeve, si do jetë pjesa e tretë e fundit të emisionit tonë. Reklami, lutem. Atëherë rikthehemi në pjesën e tretë e emisionit, në bllokun e fundit të pyetjeve. I ftuari im është zoti Jon Mishketa, kryetari i degës të Durrësit të Demokratëve Atlantik, koalicionit që merr pjesë në zgjedhje po me të njëjtën emërtesë. Tashmë do të ndalemi aty ku fatikisht është përqendruar dhe vëmendja dhe fushata. A ka ngelur më pak se 60 ditë, që në pamjen e parë duken edhe shumë, por janë edhe pak. Por një fushatë intensive, por një fushatë kur partitë e mëdha kanë vendosur diktatin e vet në lista të mbyllura, por që duhet që edhe shumë emra, mbi 100 emra duhet të kandidojnë për mandatet e veta, pra që e bën garën edhe më interesante, sepse në larmin e emrave janë njerëz me integritet, janë njerëz që mund të kenë bindjet e tyre, mund të shpalosin programet e tyre dhe mund të jenë për kraje tek qytetarët. Pikërisht edhe pyetja ime këtu ishte, zoti Mishketa, ju keni ndërtuar një listë tashmë që është mërtuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka marrë okejn. Unë pyetja ime do ishte shumë konkrete dhe ndoshta shumë e thjeshtë për qytetarët, çfarë kriterësh u përdorën, çfarë rregullash u ndoqën për të shkuar te një listë përfaqësimi për Durrësin, duke qenë se Durrësi është qytet edhe i problematikave të mëdha, por edhe është qytet i resurseve të mëdha, është dhe qytet i keq menaxhimit, është dhe qyteti që kërkon një menaxhim më ndryshe, sepse nuk i shërben vetëm Durrësit fatikisht. Është porti më i madh i vendit, i cili përgojohet çdo ditë për gjithçka që ndodh. Ndërkohë që unë marr vetëm portin për Shekurudha, dhe doja të dija si ka vepruar partia juaj për të shkuar te një listë kandidatësh në Durrës. Pra, si është ndjekur kriteri, modeli që ju i keni ndërzuar tashmë durrësakëve emrat për ta votuar? Atëherë, kriteret, kryesisht kriteri i parë është ndershmëria, pastërtia e figurës dhe njerëz të lirë që duan të japin për politikën dhe për qytetin.
Më pas lista ka pas disa kritere që duhet të ishte një listë përfaqësuese për gjithë pjesën heterogjene që tashmë ka Durrësi, pra është përfaqësuar nga profesione të ndryshëm, nga ekonomist, nga jurist, nga pedagog, nga mësues, nga të reja, nga inxhinier dhe teknicien të ndryshëm. Kriteri kryesor që tash është pasërtia e figurës dhe dëshira e mirë për të bërë diçka, dhe më pas është përfaqësuar nga durrësak autokton, nga njerëz të ardhur. Ka duke pasur përsërish komunitetet. Durrësi tashmë është me disa komunitete. Është me disa komunitete dhe këto komunitete me të drejtë kanë nevojë për përfaqësimin e tyre dhe për persona të cilët vinë nga zemra e këtyre komuniteteve, ashtu si dhe nga qytetarët e Durrësit. Pra janë njerëz të cilët ndajnë të njëjtat problematika me qytetarët, jo njerëz të importuar nga Tirana ose nga politika për shkak të njohjeve konjunkturave të cilët nuk janë dhe nuk kanë qenë asnjëherë në pëlqimin tim dhe të mbështetura për meje, por janë njerëz të cilët vinë realisht nga komunitete, nga profesione të ndryshme dhe prekin dhe ndajnë të njëjtat shqetësime dhe halle me qytetarët. Dhe mendoj që është një linjë dinjitoze, është një linjë e cila është një listë e cila realisht gjen vend dhe zë tek qytetarët. Zoti më shka dhe një pyetje sinqert, sepse të gjithë jemi dëshmitar të natës fundit kur u publikuan listat dhe pati, unë kam përdorur termin si merkato futbolli, po kur më tani desha një përgjigje sinqert sepse edhe po se thatë edhe po e thatë nuk ndikon më. A ka pasur pak kënaqësi në listën tuaj, pra ka pasur njerëz që kanë menduar që po unë duhet të jem ose Shmi nuk do t'jetë, Arturi nuk do t'jetë, Joni do t'jetë. Pra keni pasur pak kënaqësi, sepse nuk është thjesht për zgjedhësh për një qytet madh si Durrësi pak emra. Nuk është kollaj. Të them të drejtën, Turi, falenderoj shumë për pyetjen dhe është realisht e sinqert, është hera e parë që është gjetur një konsensus i plot në lidhje me emërtimin e listave. Nëse do më pyesni mua, unë do doja që lista të ishte një listë e një koalicioni më të gjerë. Kjo është një diçka. Por në momentin që ne vendosëm kriteret, personat të cilët garuan u gjet një kompromis dhe u gjet realisht një bonsens nga gjithë palët, nga gjithë aktorët dhe faktorët që morën pjesë në përzgjedhjen e listave, duke u përdorur metoda e transparencës dhe e cila i sheshoi të gjitha këto problematike që mund të lindin. Pavarësisht që pritshmëritë mund të kenë qenë goxha më të mëdha, por dua të them që dhe ata persona të cilët e vlerësuan realisht pozicionin për mos qenë listë janë pjesë e mbështetje e grupit punës, të cilët do të çojnë përpara këtë betejë, të sfidë elektorale që kemi. Patjetër. Tash për të rikthyer te kjo zoti më shketa ke lista, sepse në fund fare lista është shërbim të asaj që ne tham pak më përpara të një kodi zgjedhor, të një ligji i cili është miratuar nga dy partitë të mëdha me konsensus. Pyetja ime është konkrete sepse në fundit nuk ka shumë vend për pyetje. Përse dy partitë të mëdha shkuan te ky lloj kodi zgjedhor, ky lloj ligji i ri, dhe sa penalizon kjo një parti siç është partia juaj për shemb? Kjo nuk na penalizon as pak pjesa, sepse ne kemi gjetur mekanizmin ligjor i cili e djeg atë listën e mbyllur dhe do garojmë me listë hapur i cili është modeli më meritokratik, i cili reflekton realisht peshën elektorale që ka çdo kandidat dhe duke motivuar dhe qoftë kandidatin e parë, qoftë kandidatin e fundit listës, që listohen për shkak të rendit alfabetik dhe jo për shkak të preferencës së Po, ju flisni për hapësirën brenda juaj. Në fakt, nëse nuk isha i qartë, përse u zodh ky nga dy partitë më mëdha? Është shumë e qartë se për të ruajtur status quo-n dhe për të mbrojtur orekset e kryetarëve. Kjo është. Pra, qoftë pala e Partisë Socialiste, qoftë pala e Partisë Demokratike nën udhëheqjen e ndërtimin e zotit Berisha, u bë ky kod elektoral nga të dyja partitë thjesht për të ruajtur status quo-n dhe për të vendosur të besuarit e tyre në atë listë dhe jo për të reflektuar opinionin dhe vendimin e qytetarëve. Pa lënë pa përmendur primaret e famshme që u zhvilluan brenda Partisë Demokratike, të cilat prodhuan mos respektimin dhe mos reflektimin e atyre primareve, që duhet ishte thelbi i asaj për çka ato patën atë lloj gare, duke mos vendosur njerëzit më të votuar, por duke vendosur njerëzit më të besuar Turi, e cila nuk sjell frym, por sjell një besueshmëri, një verbëri ndaj kryetarokracisë.
gjë e cila duhet marrë fund. Unë kisha ndërmendje u bëj këtë pyetje, po mendova që do ta kaloni me shumë sportivitet duke thënë që nuk merrem një parti tjetër edhe. Jo, do ta kaloj sepse është pak opozita në lojë. Duke qenë një emision të hapur, por ato kanë drejtën e Zotit gjithë të thonë gjëra të qendrimit të veta gjithsesi. Duke kisha ndërmend aty, unë më intereson gjithmonë tashmë, tash ju jeni kryetar i një dege të rëndësishme siç është Durrësi, i një partie që ka marrë një risk të madh në 3 vitet e fundit, bashkë me liderin e saj dhe një partie që ka hyrë e vetme pothuajse në një garë ku akuzat ndaj Zotit Basha nuk kanë qenë të pakta, por ndërkohë që edhe ndaj jush qeni të zgjedhurit e tij dhe profesues të Partisë Demokrate Atlantik. Unë do kaloj në pothuajse në pyetjet e fundit dhe duke marrë gjithmonë këtë qëndrimin që kemi, dhe kjo është ajo që edhe me kolegët e mi gjithmonë kemi diskutuar, që partitë e mëdha pothuajse kanë blinduar 5 emrat e tyre, duke pas parasysh edhe përvojën që kanë, elektoratët që kanë të gjithë. Dhe unë nuk po shkoj më tej më se çfarë thon sondazhet, sepse edhe si besoj shumë. Pyetja ime shumë konkrete. Pra nëse 2 partitë e mëdha kanë blinduar 10 deputet, Durrësi 14 ka gjithsej. Dhe i bie që 100 emra do kandidojnë për 4 mandate. Dhe sa edhe ke një konceptimi një qytetari të thjeshtë ose një votuesi që funi fare thotë po mirë, po votoj, këto janë më të mirë, kanë programe më të mirë, ky është djali më i mirë, ky është vajza më e mirë. Por përdoj edhe PS-ja fiton zgjedhjet. Sa do ndikoj ky mentaliteti qytetarit të zotit Mishkela? Se kur e bëra pyetjen për ligjin, nuk i kisha shumë ke pazaret e 2 muajve. Do të përgjigjem shumë sinqerisht Turi, sepse është diçka që unë e has për ditë në takime me njerëzit. Aktorët dhe faktorët politik ose të gjithë kandidatët të cilët do lëshohen në terren, sepse ja kërkon sfida gara që kanë përpara, krijon një situatë pa precedent në politikën shqiptare. Kemi një opozitë të ndarë në copa, kemi edhe një pushtet të konsoliduar përmes gjithë paligjshmërisë së krijuar që tashmë dihen dhe nuk ka asnjë sekret në lidhje me të. Do doja të ishte një situatë krejt ndryshe, por në situatën që ndodhemi, asnjë dilemë, asnjë mëdyshje për shkuar përballë qytetarëve për kërkuar votën. Do të flas nga eksperjenca ime personale. Pra, unë nuk shkoj kërkoj votën në emër të askujt, por kërkoj në emrin tim personal, për atë që përfaqësoj, për ato që më njohin dhe për ato që e din betejat që kemi kaluar dhe vazhdojmë t'i bëjmë, qoftë Këshill Bashkiak, qoftë me qëndrimet që kemi pasur. Qëndrimet tona janë parimore, qëndrimet e mia janë parimore. Nëse do ishte një qëndrim për interesat personale, mund t'u bashkoja edhe unë tek pjesa e shumicës të opozitës, monopolit opozitar. Por nuk është në asnjë lloj momenti nuk e kam menduar atë. Dhe pa asnjë lloj mëdyshje jam shumë i qetë. Jam shumë besim plot që qytetarët do të dinë ta vlerësojnë dhe të jenë të zgjuar të votojnë për veten e tyre dhe për njerëzit e tyre. Sepse njerëzit që do i shkojnë t'i kërkojnë votën, nuk do t'i shkojnë t'i kërkojnë votën në mënyrë personale, ma jep mua se jem miku yt etj. Do ma japësh mua për shkak të feedbackut që kam. Do ma japësh mua sepse kam këtë projekt dhe këtë program. Dhe kjo duhet të jetë. Atëherë, për një vërtet kemi një risi në të zgjedhjet, sepse ju përmendon votën e qytetarëve dhe komunikimit që keni me qytetarët, por kemi një risi që nuk e di kush do marrë meritën, po është risi që është vota e diasporës. Pyetja ime është shumë konkrete nga sa unë kam parë dhe kam vërtetuar si gazetar, por duke ndjekur edhe politikën, 2 partitë e mëdha i kanë kushtuar shumë kujdes edhe në takime të mëdha të organizuar e shtetit. Madje pushteti ka angazhuar edhe ministra, kryetar bashkish në këtë. Ju pyetja e parë është si e shikoni këtë risi, pra votën e diasporës, dhe e dyta, a ndjeni çik më të dobët për këto kontakte gjithsesi, apo mendoni që mënyra se si po luani dhe po ndiqni strategjinë tuaj do ta bindi votën e diasporës për të votuar për ju? Unë mendoj që vota e diasporës është një energji e pashfrytzuar gjatë këtyre viteve, por në raport me atë se si e mendoj unë, po ju keni drejt, mundësitë tona qoftë mediatike, qoftë dhe financiare, sepse tu nuk është bërë as transparencë në lidhje me shpenzimet që kanë pasur të lloj grupimesh politike, se si kanë zhvilluar gjithë këto takimet, por kjo është një pjesë që i takon drejtësisë. Mund të them që
Diaspora është një energji e pashfrytzuar që bën shumë mirë që shfrytëzohet, por unë do doja një format tjetër në lidhje me diasporën. Diaspora do kishte kandidatët e saj të diasporës, të cilët një version i është hedhur faktikisht. Po, të cilët do përfaqësonin realisht interesat e grupimeve. Gjë e cila në koalicionin atlantik ka plot njerëz të cilët garojnë nga diaspora, qoftë nga vendet e Europës, ashtu dhe nga vendet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilët janë realisht zëri i këtyre komuniteteve dhe mbështeten nga këto. Nëse ne nuk kemi bërë, sepse mundësitë tona për të pasur fjalën e lirë të pasqyruar në tregun mediatik kanë qenë me shumë rezervë nga mediat e ndryshme, kjo nuk do të thotë që nuk është punuar drejt për drejt me komunitetet ku ndodhet diaspora. Jo, kisha fjalën për takime të mëdha, siç kanë bërë dy partitë më, sepse kontaktet janë me njerëzit në sidomos Durrësi ka shumë kontakte me shumë qytete të Italisë. Po, eksakt. Do nga pasur shumë kontakte, mbylles edhe pak më parë, po vinin disa mesazhe me fjalë të personave të cilët për fat mirë janë regjistruar pasi ka pasur goxha probleme me mos regjistrimin ose probleme me sistemin në lidhje me regjistrimin e personave. Një pyetje që doli si rastësore, po faktikisht është ngritur si shqetësim. A mendoni që vota e diasporës do jetë jo të ndershme, se ndershme është derisa do vi, po a do manipulohet apo jo është puna? Se usallarët janë usallar gjithmonë. Turi, e thatë vetë, pra ju i përgjigjet vetë pyetjes që bëhet me fjalë. Duke pasur parasysh jo, sa është frika juaj, këtë e diun, po frika juaj për ta manipuluar këtë votë sa është, edhe si do të thoni ju atij kushëririt tuaj, atij njeriu tuaj aty në Itali, ose atij qytetari që don të votoj, që ne votën tonë do ta ruajmë. Atëherë vota ruhet vetëm përmes numërimit dhe përmes ligjit. Atëherë këto me sa di unë do të numërohen brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të jenë monitoruar. Pra ju mendoni që janë ligjore që kopsitur? Mendoj që duhet bëhet maksimumi dhe ajo që më jep garanci është një struktura e SPAK-ut ka shtrirë në përgjithë territorin e Shqipërisë, agjentët e saj, e cila është një garanci më tepër. Dhe për hir të vërtetës dhe mekanizmat ligjor janë forcuar në lidhje me paligjshmërinë e votës, duke forcuar kodin penal me këtë. Dhe kjo është një nisëm goxha pozitive. Me sa di Durrësi është në 3 qarqet që ka numër më të madh të regjistrimit. Është Tirana, Fieri dhe Durrësi, nuk e di sa më saktë. Pra që janë vota që do prodhojnë goxha pjesëmarrje nga pjesa diasporë. Nga pjesa tjetër. Unë nuk kuptova diçka, nëse më lejon që ta bëjmë një zgjedhim. Pra, që një nisëm që ka goxha pozitive, të cilët unë i shkoj për shtat votimit dhe numërimit elektronik. I cili dhe në Durrës që e caktuar, por nuk e di se edhe nga pjesë të opozitës u kundërshtua dhe këtë nuk e shoh të ashtu as pak. Sepse kanë hije dyshime se mund të manipulohet sistemi i numërimit dhe votimit elektronik. Ndërkohë që ne pa teknologjinë, përmes një aparati telefonik celular, ne kemi jetën këtu brenda. Kur të gjitha pagesat i kryejmë online, ku kemi të gjitha dhënat bankare, atëherë nuk po besojmë një sistemi i cili bota po shkon drejt një teknologjie të avancuar. Pra këtu shoh përsëri një tutje dhe një moskrijim i sistemeve ose i besimit për shkak të mekanizmave ose për shkak të interesave personale të. Pra ju mendoni se ka munguar vullneti politik për ta bërë këtë gjë, nuk është punë fondesh, punë. Ka munguar tërësisht. Jo, ka ndodhur në gjithë vendet ku ndodhen në vende që kanë me 60 ose 90 milion banorë votues, nuk ndodh në Shqipëri. Pra Gjermania votoi mbi 70%, kishin gati 60 milion gjermanë që votuan dhe brenda 3 orë doli rezultati. Po patëm pavarësisht nga ajo që ndodhi në Kosovë, kemi pas Kosovën precedent shumë të mirë. Por 3-4 orë në Kosovë dilte rezultati i zgjedhjeve. Nuk ka rëndësi çfarë ndodhi tani, këto janë gjëra që edhe mund të ndodhin dhe nuk do paraqyjojmë asgjë për një proces. Unë do të dalë një pyetje tjetër sepse po shkojmë drejt fundit të emisionit, zoti Mishketa. Dhe pyetja ime është shumë e thjeshtë, shumë qytetare dhe është unë do marr emrin tim. Përse Artur Llana do të votoj për ju? Pra, pyeti më, nuk besoj më thjesht, nuk kam, përse unë do të votoj partinë tuaj në 11 maj? Dhe kur them unë, ai qytetari tjetër, unë po marr Artur Llanën. Turi, realisht falenderoj për këtë pyetje, unë po drejtohem nga kamera, gjithashtu patjetër, do flasësh me ju ftoj të votoni zonjat, zotëritë, djemtë dhe vajzat e koalicionit Atlantik, pasi vijnë nga gjiri juaj, janë gjithë përfaqësues, janë njerëz ndershëm dhe mbi të gjitha janë njerëz të lirë, të cilët nuk janë të vendosur dhe nuk i shërbejnë qoftë kryetarëve, qoftë siglave dhe logo. Janë njerëz të cilët luftojnë dhe besojnë për familjet e tyre.
mos shikoni asnjë sigël, mos shikoni asnjë logo. Votoni për veten tuaj, votoni aty ku e gjeni veten. Nëse votoni Joni Mishketën, acili ndo nga kandidatët e koalicionit Atlantik, ju garantoj që vota juaj nuk shkon në drejtim paditur. Të e kemi treguar me qëndrimin ton, me koherencën ton dhe me veprimet tona. Prandaj ju ftoj ju të votoni si njerëz lirë për të mirën tuaj, për të ardhmen tonë. Atëherë, tash jena në fundin e emisionit, por dy pyetje që nuk dilem do të pa i bërë. Ju e prekat pak a shumë më përpara. Kemi një marrëveshje kur është futur në lojë një strukturë që fatikisht ju keni mbështetur me të gjithë, pa rezervë dhe me të gjitha energjitë që keni pasur si parti. Bëhet fjalë për monitorimin e SPAK-ut të prokurorisë, pra ka qenë një marrëveshje treshe e organeve të drejtësisë për zgjedhjet. Pyetja ime do ishte shumë e thjeshtë. Sa do ndikojë ke qytetarët për të mos hapur e korrupsionit, e abuzimit me votën që jo pak herë ka munguar për qeni vërtet edhe malës dhe djatës, për qeni sagët në këtë gjë. Pra, sa do ndikoj, sepse SPAK-u ka krijuar një besim të qytetarët për hir të vërtetës. Dhe po për hir të vërtetës u po kërkoj sa do të ndikoj tek vota e tyre. Pra që të mos gënjet me një thes mielli, me atë fukarallikun e vet, me atë ekonominë e dobët të gjithësve. Unë uroj dhe besoj që për shkak dhe të asaj që thatë ju që SPAK-u gëzon 80% mbështetjes qytetarëve, duke qenë si garant i sistemit drejtësisë dhe i zbatimit ligjit, do ndikoj pozitivisht në lidhje me vendimarrjen e drejtë që vota të mos devijohet. Do doja t'i bëja thirrje çdo qytetari si dhe më parë që e vota është forca juaj një herë në 4 vjet. Nëse ajo shitet, atëherë ju askush për atij që shet votën nuk ka kurajo t'i bie dyerve të pushtetit, qoftë lokal, qoftë qendror, që të kërkojë llogari pasi vota është e shitur. Prandaj, ju lutem, çdo qytetari të mendojë drejt për veten e tij dhe të mos gënjehet nga një dashamirësi e rreme e momentit kur ju blen lirin tuaj në një moment që ju e keni në dorë atë. Po ishte shumë e saktë atë që thatë, dhe unë nuk rri do të bëj një pyetje të fundit. Pa i me spec. Po nuk besoj që ka spec brenda. Kryeministri i Shqipërisë përpos një fjalori ndaj opozitës, që nuk është normal, por gjithsesi ai ka këshilltarët e vetë din vetë ato gjë që opozita din vetë si përgjigjet pastaj. Pyetja ime është në rast të një rezultati gjithmonë mundshëm nuk e dim të shkojnë gjërat. Zoti Rama do i duhet vota e Bashës, a do ketë por atë hallin e madh që i ka dhe propagandën e madh që i bën për integrimin e Shqipërisë në BE, a do bashkëpunoni me zotin Rama në rezultat të mundshëm mas 12 majit? Që do thotë në një bashkim fort të koalicion qeverisës. Patjetër. Këtë nuk di ta them, sepse nëse më pyesni mua, nuk do bashkëpunohem me zotin Rama, pasi Jo, unë nuk e pyes Bashën, ta pyes vetëm. Nëse do më pyesin mua, atëherë unë nuk do bashkëpunohem me zotin Rama, të jetë pjesë e qeverisës me zotin Rama. Po, do bashkëpunohem me qeverinë në aspektin e votimeve për ligjet që i shërbejnë vendit. Padyshim, por të jem pjesë dhe të ulem në një karrige pranë me zotin Rama, të cilën e them me plot bindje, është ai që nuk e meriton të jetë në krye të qeverisë më, për shkak të gjithë filozofisë politike që kanë dhe frymës kolektive. Çështje parimësh. Po, çështje parimore, jo, nuk do ashtu. Derisa unë them që ju jeni i padentë që ndroni atë karrige, atëherë unë nuk mund të jem një shpatull e juaj që ju ta gëzoni karrigen për më tej. Ky është qëndrimi im. Do të më shkëtë unë falenderoj që ishe në Bulevard Televizion, që kënaqësi që vizituam bashkë, kemi raste për të shtjelluar më shumë programin e emisionë të tjera, sepse thash janë goxha ditë përpara. Ne do jemi prezent çdo natë nga hëna deri të premten në emisionin Pa Kompromis. Dhe unë ju falenderoj edhe një herë që ju pranuat ftesën dhe shpresoj që do ju kemi edhe në emisione të tjera për të zbërthyer më shumë programin, për të lënë pas listat dhe gjëra të tjera politike dhe për të hyrë në detaje që të shkojmë më shumë tek qytetari, që ai të jetë i bindur për këtë do ta hedhë votën me 11 maj. Faleminderit.
Faleminderit juve, me shumë kënaqësi, do jem gjithmonë pranë jush, e kam kënaqësi personale dhe për mëtej një zë i munguar qytetit Durrësit. Faleminderit. Faleminderit juve.